modeste do i konsideroja që s'pak arritur në 6 vite janë produkti i angazhimit të çdo prokurori të posaçëm, të 20 prokurorë të posaçëm, të hetuesve të byros kombëtare të hetimit, të hetuesve financiar, të administratës dhe vlerësimi dhe falënderimet shkojnë për ta. Sa takon statusit të prokurorëve të mandatit të prokurorëve të posaçëm, unë kam qenë i zëshëm në këtë drejtim. S'ka të bëj fare me interesin personal. Në përfundim të sigurt është, ju siguroj që në përfundim mandatit 9 vjeçar nuk do rikandidoj për prokuror. Zgjedhja ime, kam bërë këtë marrëveshje me mua që kur kam me veten time, që kur kam hyrë në këtë, kur kam aplikuar për qenë prokuror i posaçëm, por unë flas në emër të institucionit. Mund ta imagjinoni në vitin 2028 11 apo 13 prokurorë. 11 të paktën 11 prokurorëve të posaçëm ju mbaron mandati brenda një viti. 11 prokurorë të posaçëm. Mund ta imagjinoni boshllëkun që krijohet, vakumin që krijohet në atë institucion. Unë vlerësoj se ne nuk kemi aq shumë burime njerëzore, se po të kishim nuk do duhej dhe ajo gjitha ajo reforme etj. Nuk kemi aq shumë burime njerëzore që sa t'i zëvendësojmë këta prokurorë. 11 prokurorë në një vit. Është e pamundur t'i zëvendësosh. Dhe e dyta është tjetra. Këta prokurorë kanë çështje që e ndjekin me vite të tëra. Dhe një moment të bukur ti i thua, mandati yt mbaroi, s'ke punë me çështjen, sa vi prokurori tjetër, ta ambientohet me çështjen etj dhe cënohen hetimet në